Alba, a mendon që Limi është duke bërë lojë me Dolcen? Nëse po, thuaj arsye pse. Është pyetje interesante, se madje edhe unë vetë personalisht e kam pasur në kokë, nuk është se kam pas, po është një çështje që mua personalisht nuk më takon që ta komentoj, se sido që të përgjigjem unë, sigurisht do jetë pjesa që normalisht Alba do përgjigjet kështu. Unë vetëm di të them diçka. Në rast se është diçka për të qenë për të bërë, unë atyre të dyve ju uroj vetëm shumë fat, shumë shnet, edhe Limit i uroj vetëm lumturi. Pa marrë parasysh se si ndihem unë, pa marrë parasysh se çfarë mendoj unë. Nuk mund përzihem këtë lloj pike. Në rast se është lojë, vetë ka për të dëshmuar me kalimin e momenteve. Sigurisht. Në rast se nuk është lojë, ka për të dëshmuar sërish. Unë opinionet e mia i kam dhënë, por nuk kam komentuar këtë pjesën. Kam hedh pak ata dyshimet e mia, patjetër. Po realisht kam kuptuar me veten time që më mirë ta lëshoj nga vetja ime këtë si gjë, si muhabet, si situatë, se çfarë më takon mua kthehet sërish tek unë.